Tirana është tronditur për parandeshje së kësaj të shtune kundër Flamurtarit. Klubi Bardhe Blu njofton përmes një postimi në rrjetet sociale se një nga afrimet e reja në Mercato ka pësuar një humbje të madhe. Lojtari nga Costa Rica, Freddy Alvarez, ka humbur vajzën e tij, e cila është ndarë nga jeta në mënyrë tragjike. Dyshimet e para të policisë lidhen me një rrëzim të vajzës nga krevati 2 katësh Marinari, çka ka sjellë dëmtime të parikuperueshme. Prindrit e kanë gjetur të ndjerën me shenja jete, por në gjendje kritike dhe kanë dërguar me urgjencë në spital, por as ndikma e specializuar nuk e ka rikthyer dot të voglën në jetë. Alvarezi sapo ardhur në janar ka marrë direkt rolin e titularit e kryeqytetasit. Edhe klubi futbolli Tirana e ka përcjell këtë lajm me dhimbje të thellë, ku njofton largimin nga jeta në mënyrë tragjike në orët e para të mëngjesit të vajzës së lojtarit. I gjithë klubi ynë është i tronditur dhe në zi, duke qëndruar pranë Fredit dhe familjes së tij në këtë moment të rënd. Ngushëllimet tona më të sinqerta janë me familjen Alvarez, u prekt në paqe. Ndeshja Tirana Flamurtari nuk u zhvillua këtë të shtunë, sikundërisht e programuar në orën 13:30. Ky vendim për të shtyrë ndeshjen është marrë nga të dyja klubet për shkak të tragjedisë së rënd, ku futbollisti Bardhe Bluve humbi vajzën. Mësohet se presidentët Refik Halili dhe Sinan Idrizi kanë folur me njëri tjetrin dhe kanë marrë vendimin që ndeshja të luhet ditën e diel. Klubi futbollit Flamurtari, duke shprehur ngushëllimet më të sinqerta për humbjen e vajzës së lojtarit të Tiranës, njofton se takimi do të luhet ditën e diel në orën 13:30 në stadiumin Selman Stërmasi. Edhe Federata Shqiptare e Futbollit ka shprehur ngushëllimet dhe shprehet se qëndron pranë futbollistit dhe familjes së tij në këto momente të vështira, ndërsa zyrtarizon shtyrjen e ndeshjes Tirana Flamurtari. Federata Shqiptare e Futbollit shpreh ngushëllimet më të sinqerta për lojtarin e Tiranës, Freddy Alvarez, dhe familjen e tij pas ndarjes tragjike nga jeta të vajzës së tij. Federata Shqiptare e Futbollit qëndron pranë Fredit, familjes së tij dhe klubit të futbollit Tirana në këtë moment zije, shprehet Federata Shqiptare e Futbollit.